Në Lidhjen Demokratike të Kosovës, s'ka përçarje, thot nënkryetari Lutfi Aziri. Sipas tij, pakënaqësitë e fundit të shprehura nga anëtarët të kryesisë janë më shumë për zhurmë politike. Megjithatë, të njëjtat ai nuk i konsideron si qesharake, por që duhet diskutuar në organet e brendshme të kësaj partie. Ai në një intervistë për Kosova Press thot se kërkesa e ish-kryeministrit Abdullah Hoti për lidership të ri në LDK ka qenë e paqartë dhe që nuk është ditur se çka nënkupton. Përkundër kësaj, Haziri është kritik edhe për zyrtar partijak që kanë siguruar mandatin e deputetit, por që sipas tij s'kan sjell asnjë vot për te LDK-s. Mirë po ai për Kosova Press nuk pranoi të flasë me emra se kush janë të njëjtët. Ka vetëm zhurmë, nuk ka përçarje në LDK, thot Haziri. Më së paku ai, Abdullah Hoti, është në pozitë të bëjë deklarata qesharake. Abdullah Hoti dhe shumica prej neve në LDK sillemi dhe punojmë si të përgjithshëm, të urtë dhe të butë në qëndrimet tona, por të palëvizshëm dhe kokfort në bazë të parimeve politike që i kemi. Ne përfaqësojmë vlerat tona. Kjo është zhurmë politike dhe asgjë tjetër. LDK-ja ka nevojë me u mbështet dhe ruajt politikisht si organizëm politik. Në disa prej tyre LDK ne kemi si familje politike sepse kemi qenë dhe jemi idealist politik të lidhur si kërthiza me LDK-n. Kështu që në asnjë mënyrë nuk e pranoj zhurmën politike dhe s'lejoj me e konsumuar LDK-n politikisht. Kërkesa për lidership të ri, çka nuk kupton? Nëse zotëria Abdigjiku në mbledhje ka thënë se jeni të gatshëm me thirr kuvendin, pse nuk u thirr kuvendi? Çka nuk kupton lidershipi i ri, kryesia e re e LDK-s, kryetari i ri i LDK-s? Krejt është në rregull nëse duhet me dal, por në këtë proces politik LDK-ja nuk pranon zhurmën politike për të na dërguar në një hendek ku janë disa që po e mbrojnë dikë dhe janë dikush që po e sulmojnë dikë. Thot ai. Haziri përmend emrin e Visar Azemit, kryetari i degës së LDK-s në Ferizaj, dhe i cili si figurë e ka rritur votën e LDK-s për te bazës elektorale. Mirë po të kundërtën e thot për disa zyrtar partijak që kanë fituar ulse në kuvendin e Kosovës dhe sipas tij mburen se kanë marrë shumë vota, por Haziri deklaron se të njëjtët nuk janë sjell asnjë vot për te bazës elektorale të LDK-s. Për mua, shumë më e rëndësishme dhe vlerësuar janë disa emra që në LDK kanë hyrë në listë dhe s'kan fituar ulsen e deputetit, por ka pasur guximin dhe kanë ofruar emrin e tyre dhe kanë kontribuar. Ai është kontributdhënës dhe ka krijuar mundësinë që LDK-ja të fitojë 20 ulse, sesa ata që në LDK kanë fituar ulse më shumë numra që kanë ditur të menaxhojnë votën e brendshme të LDK-s. Ai ose ajo ka qenë më i zoti të menaxhojë votën e brendshme të LDK-s, por asnjë vot për te LDK-s nuk e ka prur. 0 vot ka prur. Ka siguruar ulse në LDK dhe asnjë vot jashtë LDK-s nuk e ka prur. E kam për të reja dhe të vjetër. Të rejat kanë prur vota për te LDK-s. Çka ka prur Visar Azemi në LDK? Ka prur vot për te LDK-s. Ka ardhur për herë të parë, ka dalë në krye të strukturës së LDK-s në Ferizaj. Dhe ai është kontributdhënësi më i madh në LDK, sesa disa që kanë marrë ulse në mënyrë dhe formë që kanë ditur të menaxhojnë, ka pasur kontakte dhe lidhje dhe ka menaxhuar votën e LDK-s. Madje thot ka marrë vot shumë. Çfarë vote shumë? Hajde i pjestojmë me 10 dhe shi sa dalin. Ajo vote brendshme e LDK-s dhe i kontribuohet liderit të LDK-s, shtoj ai ndër të tjera.